kemi qenë paragjykues edhe vazhdojmë të jemi, fatkeqësisht, është ta kemi qef mos më kona më jemi. Me apo pa vedije, me apo pa qëllim, ne jemi në gjendje me hidhën mendjen e tjetrit edhe me çka ajo ose ajo po do më thonë ose ka dosh më thonë. Kështu që paragjykues të pruar e gajlojnë veten me diçka që si shkosh. S'kish pas nevojë me galu veten me këtë pjesë, po jo që po gjetë kemi atë rahatinat, komoditetin që përveç galeve tona me abajt edhe galin të tjerëve, çka thanë, tek thanë, pse thanë, a thu çka thojnë, dhe më në lojnë vetën anash, merrem me ato shka tjetër. Që tjerët kanë me thonë ose kanë me mendu për neve. Edhe çka bojmë ja hub me mundësin vetës me jetu një jetë pak ma të qetë, pak ma normale, një jetë që e duam ne, jo ato që e duam të tjerët. Dhe më me vetë faktu që mirësh me atës se çfarë të tjerët mendojnë edhe thonë për ty i bjen që me lonë vetën keq. Leja të pjesë gjithmonë kanë me thonë diçka. Si me të pa në Mercedes, si me të pa në Kali, si me të pa në autobus, kanë me të kesh. Mercedesën e ka bo me drogë, me kriminalitet, ki prapa mbetur në halo me autobus po hec. Unë u të me autobus për Shkosovë, Prishtinë për Shkosovë. Bile mu më thonë e diçka tjetër se më shofrin me libër në dorë, ta është dhjetë se që kam thonë, vazhdimisht lexoj. Edhe me të pa me Kali ose me Magar, si hyp në ta, si shdrim në ta, kanë me thonë që pas ka me në Kali, pas si ka hyp me përdorë, po kur të hyp shpillimit Kali me mundu, të mund ki me pas sa të dush material. Hyp si të vrava, është drip si të vrava që është. Ma e mirë, asë mirë nësë është me u mundu me jetu jetën to gjithse cili për veti. Pa për ashtu mundësin me të këshilu prind, me të këshilu mesht, familjar, dashamirë, se gjithmonë kemi nëvër për këshila, po jo dhe me t'imponu mendim. Jo me pas gajle, e marova në shpinë një kata e ka 3 kata, ata që se një bre të afra, jo bre, marroje për veti, ratoje, me nëzeme, me kitë në kushtë, se sa, katën e pare e banë qyshtë mojsh, 2 tjerët, i ke kabriolet edhe, flanë të bistikfarën të. Kishim jetu për veti, kishim pas punë të pamirë, konsideroj, edhe s'kishin egzistu fare para gjykimet, si kur se që thatë në fillim, se cili ti kishim pa punët tona. Po, disi si kur kemi me rak pak me u fute dhe tek punët e të tjetrit edhe me pasi qka po bën, jo për të mirë asë njëherë. Jo, fatkeqësisht për të mirë. Jo. Për të mirë në punët e tjetrit, Kosova edhe kish me i pas punë të pa mirë, po me gjitha të përshpresojmë që ulim këtë loj intensitetit para gjykimet. Me marë si shembull, për me stërzat këtë pjesë, marë një shembull një skeq humoristik, dikush kthehet pi jashtit, tha po pse o ktheve. Ta natë mirë atje, ja tha smush asa atje për këshirë sille punë të veta. Tha mu su mirë mundësi me këshirë punë të uja. Po që është atje nuk i këshirë punë të tjetër kujt, po kur vinë të na është pak që nuk ktheja në identitet, edhe që është edhe na këto. Këto vinë pushime, kanë kohë. Rudi, në fakt, deri në një kohë, unë ka menduar që paragjykuesit më të mëdha janë femra, sepse deri në një mosh, vajza ka shoqëri mes shoqeve dhe mendon që paragjykimi mbetet aty, por duke u rritur, kam kuptuar që meshkujt janë edhe më paragjykues. Me thonë të vërtetën paragjykimet... Po dalime, po... Paragjykimet... që nuk janë paragjykus, por më kanë dalë që janë shumë ashtë. Me thonë të vërtetën paragjykimet më të mëdhajet, one për veti personalisht, i kam pa tek burat ose tek djemt, sepse që nga mosha duke rasti jem personal, unë në atë